punës me gjithë përshqisitë e krijuara për shkak të vakancave të shumta. Shmojmë të shprehim vlerësimin tonë për përmirësimin konstant të ndërveprimit mes dy institucioneve, që është reflektuar edhe në mbaravajtjen në tërësi të funksionimit të prokurorive, të cilat kanë arritur jo vetëm të ruajnë funksionalitetin e të bëjnë ballë situatës së jashtëzakonshme të krijuar për shkak të procesit të rivlerësimit kalimtar, por njëkohësisht edhe të arrijnë rezultate të dukshme në drejtim të realizimit të objektivave në luftën ndaj kriminalitetit. Bashkëpunimi ka vazhduar edhe me prokurorinë e posaçme, rezulton se gjatë vitit 2024 ka vijuar zbatimi i ligjit dhe aktit koordinimit ndërinstitucional i datës 15 dhjetor 2020 ndërmjet prokurorisë përgjithshme dhe prokurorisë posaçme në kuadër të veprimtarisë procedurale në nivel vendor. Gjatë vitit që kaloi drejt prokurorisë posaçme u transferuan për kompetencë 61 referime dhe procedime penale që lidhen me korrupsionin dhe krimin organizuar. Duhet tekstuar se në tërësi niveli i bashkëpunimit ndërinstitucional me prokurorinë e posaçme ka qenë dhe vijot të mbetet shumë i mirë në të gjitha nivelet. Bazuar në kuadrin ligjor dhe në përputhje me angazhimet e ndërmarra në marrëveshjen e bashkëpunimit me inspektorin e lartë të drejtësisë, prokurori i përgjithshëm i ka ripropozuar inspektorit të lartë të drejtësisë në vitin 2024 dy inspektime tematike për të zhvilluar me objekt sparje respektimin të drejtave të viktimave të trafikimit të qenieve njerëzore, viktimave të krimeve seksuale dhe të dhunës familje, dhe zbatimin e masës shtrënguese, zbatimin e masës së shmanges nga djega penale, zbatimi i masave të sigurimit dhe dënimit për të mitur, çështje për të cilat prokurori i përgjithshëm ka miratuar disa akte në ligjore. Sa i përket shkeljeve individuale të konstatuara, një ankesë nga një prokurori pas shqyrtimit në prokurorinë e përgjithshme ishte përcjell inspektorit të lartë drejtësisë për të nisur hetimet. Për sa i përket vitit 2025, me synim për mbushjen e misionit kushtetues dhe ligjor të prokurorisë, rritjen e mëtejshme të efektivitetit të ndjekjes penale, ngritjes së përfaqësimit të akuzës në gjyq, si dhe respektimin të drejtave dhe lirive themelore të individit në procesin penal. Prioritetet tona institucionale janë ndjekja me efikasitet dhe eficiencë e rekomandimeve në luftën ndaj kriminalitetit, duke u fokusuar në mirëfunksionimin dhe fuqizimin e kapaciteteve të prokurorisë, si edhe në koordinim dhe bashkërendim institucional me agjencitë zbatuese brenda dhe jashtë vendit. Vijimi i punës për forcimin e kapaciteteve institucionale për rritjen e eficiencës në veprimtarinë administrative të prokurorisë dhe i kapaciteteve profesionale për rritjen e efektivitetit të veprimtarisë të prokurorëve dhe policisë gjyqësore në ushtrimin e funksioneve kushtetuese ligjore. Synojmë gjithashtu të vijojë rritja më tej e veprimtarisë mbikëqyrëse për zbatimin e udhëzimeve të përgjithshme të detyrueshme dhe bashkëpunimit me inspektorin e lartë të drejtësisë dhe këshillin e lartë të prokurorisë në drejtim të koordinimit të aktiviteteve, shkëmbimit të informacionit, identifikimit të shkeljeve disiplinore apo etike, si dhe problemeve të performancës së zyrave të prokurorive. Synojmë të vijojë më tej rritja e eficiencës dhe bashkërendimit ndërinstitucional dhe koordinimit me Komisionin e Policisë Gjyqësore dhe me agjencitë zbatuese të përfshira për forcimin e kapaciteteve profesionale të oficerëve të policisë gjyqësore në strukturat përkatëse të shërbimeve dhe seksioneve, me synim rritjen më tej të cilësisë dhe efektivitetit në kryerjen e hetimeve në drejtimet prioritare të luftës kundër kriminalitetit, në zbatim të kodit procedurës penale, kodit të drejtësisë penale, për të mitur e tjerë. Synojmë të vijojë plotësimi dhe përdetësimi i kuadrit nënligjor me qëllim përmirësimin e hetimit të ndjekjes penale dhe garantimin e respektimit të drejtave të njerëzit në procesin penal. Synojmë vijimin e sigurimit të bashkëpunimit për krijimin e sistemit të rit menaxhimit të çështjeve që mundson digitalizimin e plotë të proceseve të punës, gjenerimin e statistikave të plota, të sakta dhe të besueshme në kohë reale, shpërndarjen e çështjeve me short elektronik dhe në përputhje me aktet ligjore në ligjore, si dhe çdo kërkesë të nevojshme për një sistem me standarde bashkëkohore. Përdorimi me efektivitet i fondeve buxhetore për përmirësimin e infrastrukturës në prokurori me qëllim sigurimin e aksesit të shtetasve në prokurori nëpërmjet garantimit të standardeve për intervistimin e të miturve dhe viktimave të krimit, si dhe aksesueshmëri për personat me aftësi të kufizuar. Gjatë vitit që kaloi është mundur në 2 prokurori të paktën të krijojnë ambiente të përshtatshme në këtë drejtim. Rritja e bashkëpunimit dhe transparencës në marrëdhëniet me publikun dhe median në funksion të informimit publikut, forcimit të besimit te prokuroria dhe nxitjes së raportimit të krimit, dhe së fundmi vijimin e angazhimit në kuadër të procesit të integrimit në Bashkimin Evropian me përmbushjen e detyrimeve institucionale në luftën kundër kriminalitetit dhe respektimit të drejtave të njeriut. Kaq ishte një përmbledhje e raportit, i cili drejtuar Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Kuptohet aty kam tepër informacion, se cili nga anëtarët e kanë dispozicion. Faleminderit për vëmendjen.